Burejdet, Ibn Husejb, edhe Aisha radhiyallahu anha, edhe disa prej sahabeve, tregojnë se kur kanë fol për të vdekurit, edhe për zjaretin, për vizitën e të vdekurve, se a lejohet as lejohet, e ka lidhsu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do të thonë nuk është ndaluar me shku mi vizitu varrezat, por është e preferuar me përjashtim në ditën e Bajramit nuk është e preferuar. Me përjashtim në ditën e Bajramit nuk është e preferuar, sepse dita e Bajramit është ditë festive, ditë gëzimi, ditë hareje, ditë vizitave të gjallëve, jo të vdekurve. Përndryshe, jashtë atë ditës së Fitr Bajramit, apo jashtë atë ditës së Kurban Bajramit, kur duhesh vizitoj. Po jo veç me vizitu, me kalu aty pare me kërr, edhe mos me fol asnjë fjalë. Po çka? Me i përshëndet. Thot dikush pse jo shkon përshëndetja, jo shkon përshëndetja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe na ka mësuar çish me i përshëndet. Assalamu alaikum ya ahla diyar. Paqja e Allahut qoftë mbi juve o banorët e varreve. O banorët, o pronarët e këtyne varreve. Cillave varre? Që aty që po i viziton, në Prishtina, në Prizren, në Peja, kudo që po i viziton. Pastaj banorët e varreve po duhet me i specifiku se tash, edhe për para, po pështilën aty në varre po hinë edhe njerëz që nuk meritojnë me hynë në ato varre. Këshmo dikush a do të me lonë mi tokë, jo. Mirë po në varrezat e muslimanëve do të në varros vetëm muslimanët. Në varrezat e muslimanëve do të në varros vetëm muslimanët. A ndos që varrosen edhe të tjerë? Po flas për gjendjen aktuale, po. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, subhanallahu, sigur me pasjetun 2021, e ka ditë se në mesin e muslimanëve varrosen edhe jo muslimanët. Edhe çish ka thonë përshëndet. Assalamu alaikum o banorët e varreve. Minal muslimin wal mu'minin. Do më thonë, ju që jeni musliman edhe jeni besimtar. Në mesin e ju, nëse kona jo besimtar, kjo përshëndetje nuk vlen për ta. Pra i përshëndesim banorët e varreve, ata që janë besimtar musliman, veç. Sepse sot, ka raste, kur haptas njëri deklaron se nuk ka Zot, haptas e deklaron se s'du me mla hoxha, haptas e deklaron se s'du me ma fal namazin e xhenazës, as me mshti ashtu që shishtin, mirë po familjarët ngushtohen, ju vjen shtirë, rrethonat, shumë njerëz jetojnë edhe për fjalët e tjera që kanë me thonë të tjerë për neve, edhe çka shkojnë atje në Bashkinë Islame, edhe as nuk e deklarojnë që shka vdek asgjë, e bojnë pagesën, i marrin shërbimet, edhe çka, edhe shkon ai hen aty në mesin, është e një 5 vaklije këtu një njeri të devotshëm edhe një njeri shumë të devotshëm. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha wa inna insha'allahu bikum lahiqun, pra me thonë ndashtë Allahu edhe ne do të bashkohemi me juve. Kur të bojmë do me thonë përshëndetjen, këtyne besimtare musliman varë, me thonë edhe ne ndashtë Allahu do të bashkohemi me juve. Pastaj në fund nas'alullaha lana wa lakum al-afia, e lusim Allahun që të na shpëton neve edhe juve.